brenda 6 viteve të fundit. Kjo është një bilans i frikshëm i cili po i prek vetëm njerëzit të cilët kanë ndjenja. Dhe kjo shifër e keqe asesi nuk po i prek ata të cilët nuk po i prek dot as ligji. Turmoturs, Spitali Modular, Besa Trans dhe së fundmi Puls Koçani janë ajo që qeveria e tanishme dhe para tyre i ka servuar popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Askund në botë, vrasësit nuk lëvizin të lirë ashtu siç lëvizin tek ne. Absurditet kush po na udhëheq. Para zgjedhjeve dhe para marrjes së pushtetit, të gjithë shtireni engjuj, ndërsa më pas jeni gjaj të cilët orkestroni feri. Ju jeni njerëz të cilët Zot e keni paran, ndërsa praktika juaj fetare dhe morale është korrupsioni, me të cilin na e dogjet shpirtin qindra familjarëve dhe miliona banorëve të këtij shteti. Jeni njerëz të cilëve jeta e kriminalëve të gjallë ju peshon më shumë se jetët e shuara të njerëzve të pafajshëm. Jeni njerëz të cilin shpëtimin e kriminalëve të gjallë dhe shpëtimin e tyre nga burgu dhe përgjegjësia e keni më shumë të ju peshon më shumë se sa ngushlimi që do jepnit familjarëve dhe popullit të Maqedonisë duke i dënuar po të njëjtit me dënimet e duhura, edhe pse për ta asnjë dënim nuk është i mjaftueshëm. Për fat të keq, nga tragjedia në tragjedi ne kemi vetëm një progres. Progresi vetëm është numri i viktimave i cili vazhdon dhe rritet. Gjithçka tjetër është regres. I panderuar kryeministër, nga hëna duket shumë qartë sepse ju po nxjerrni mllefin dhe egon tuaj politike ndaj kundërshtarëve tuaj dhe këtë e bëni për dy arsye. E para për të hequr fajin nga ju dhe t'ja hedhni tyre, dhe e dyta për të shpëtuar vetveten. Ndoshta ju do shpëtoni, si shpëtuan edhe ata para jush. Mirë po ju shumë mirë e dini atë që kanë gjeni brenda. Ju atë nuk mund ta fshehni. Juve ju dalin në ëndër viktimat. Juve ju dalin në ëndër familjarët e viktimave. Po ju kurse të zgjoheni nga gjumi dhe të dërhiqeni bashkë me orkestruesit e tragjedive dhe t'i dilni ballë gjykimit e jo të luani rolin e gjyqtarit. Për fat të keq, duke mësuar nga rastet e kaluara, frigohemi se edhe ky rast do të përfundoj si rastet e tjera, ku fajtorët do të shpallen të vdekurit dhe më të dobtit, e asesi të fortit tuaj apo ju. Por një gjë është shumë e sigurt, se një ditë do dalim të gjithë para Zotit, dhe atëherë nuk do t'ju shpëton korrupsioni dhe llogaria do të hipet. Mund të më qenë ishtash?